Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do ta trajtojmë një rregull kuranore që ka përmend Allah Azza wa Jall në disa vende, në disa kontekste. Rregull kjo e cila ka të bëjë me njënën prej atyre bazave themelore të besimit islam, e që është besimi në kaderin e Allahut Azza wa Jall. Fjala është për fjalën e Allahut Azza wa Jall që ka përmendur në surën Bekare, por edhe të ngjashme ka përmendur edhe në surën An-Nisa, por në një kontekst tjetër. Që është fjala e Allahut Azza wa Jall: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ndodh që ju me urrejt diçka ndërsa ajo me qenë më mirë për ju. Me qenë më mirë për ju, ndërsa ndodh që ju me dash diçka, ndërsa ajo me qenë më e keqe për ju, nga se Allah Azza wa Jall është ai i cili din, është i gjithdijshmi, i din të gjitha gjërat, ndërsa ju nuk dini. Pra kjo është ajeti kuranor, i cili ka zbrit dhe është përmendur në kontekstin e një dispozite që Allah Azza wa Jall e ka ligjësuar për muslimanët. Një dispozitë e cila ka qenë e vështirë për shpirtat, për nefsin, për egon e besimtarëve. Por këtë rregull Allah Azza wa Jall e ka përmendur edhe në një kontekst tjetër. Pra në fillim e ka përmendur në kontekst të një dispozite të caktuar, që është e vështirë për shpirtat, për nefsin, për njeriu, por e ka përmendur edhe në kontekst tjetër në raport me njerëzit, e sidomos me gratë. Thot Allah Azza wa Jall në Kur'an: "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." Thot edhe silluni mirë me ato, domethënë me gratë juve. Fa in karihtumuhunna, ndodh që ju me urrejt për tyre diçka, me urrejt ato për shkak diçkaje. Ndoshta diku nuk i pëlqen fizionomia ose diçka tjetër. Mirë po, ndodh që, thëtë Allah Azza wa Jall, ju me urrejt diçka, e Allah Azza wa Jall me vendos aty hajër të madh. Allah Azza wa Jall me vendos aty hajër të madh. Pra, këto dy ajete kuranore e kanë të njëjtin kuptim. Mirë po, në kontekste të ndryshme, që do të thotë se njeriu nga njëherë ndodh jetën e përditshme me urrejt disa gjëra. Mirë po, pas kësaj na fshihen disa çështje tjera më të mira edhe më të dobishme për ta. Edhe pse në shikimin e jashtëm i duket që nuk është e dobishme ajo. Nuk është e dobishme ajo, bile mundet me edhe me urrejt. Po edhe në të kundërtën, ndodh që njeriu me urrejt diçka, po Allah Azza wa Jall me vendos aty hajër të mirë, me pas asaj gjëje hajre të shumta. Po njeriu për shkak se është shkurtpams, sheh vetëm aty përpara, nuk e din përfundimin e gjënave, nuk e din se çka fshihet, e Allah Azza wa Jall sikur të kishte zbulu atina se çka fshihet për të mirave që vijnë pas asaj të keqes që e cila duket në sytë e tij se është e keqe, atëherë me të vërtet kishte me përzier ata çka ka përzier Allah Azza wa Jall për ta. Pra kemi me një rregull të përgjithshme, edhe pse ka ardhur në një kontekst të caktuar, po fjala Allah Azza wa Jall: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Ndodh që ju me urrejt diçka e përgjithshme është, diçka e përgjithshme, edhe pse ka ardhur në kontekstin e zbritjes ose të ligjësimit të një dispozite të caktuar, mirë po shpreha është më e përgjithshme. Edhe në anën tjetër, nëse ju e urrejni diçka, ndodh që ajo më qenë më mirë për juve, edhe këtu, domethënë është e përgjithshme. Ajeti është më i përgjithshëm, edhe tham se konteksti është për një dispozite të caktuar. Për këtë arsye dietarët thonë se kjo rregull e përgjithshme ka të bëj nganjëherë me ato që Allah Azza wa Jall i ka vendosur dispozita, i ka obliguar njerëz ose i ka ndaluar njerëzit nga çështjet e ndryshme. Për shembull, i ka obliguar njerëzit që me agjerimin, domethënë me agjeru Ramazanin, ose me fal namaz, ose gjëra të ndryshme që Allah Azza wa Jall i ka obliguar. Këtu nganjëherë janë të urrejta për njeriu në përgjithësi. Sidomos agjerimi kur për shembull dita është e gjatë, sidomos në vendet skandinave për shembull që dita është shumë e gjatë. Edhe me kon e urrejtur për nefsin, se s'dan nefsi domethënë ai pa bukë pa ujë. Po Allah Azza wa Jall e ka ligjësuar këto
e ka obligu për këtë obligim, për arsye se Allah azza wa jalla është i gjithdituri, i cili e din më së miri se çka është më hajër për njeriu. Jo çdo gjë që njeriu mendon se është më hajër për ta, sa i përket dispozitave, është më hajër, ose ai për shembull anon ka demelia, ka përtatësia, ka egoja, ka domethënë ka çështjet e vetvetes së tina, priton i bo disa gjëra, pa Allah azza wa jalla për me ndrejs nefsin e tij, për edhe me afru njeriu tek Allah azza wa jall, edhe me qenë njeriu më i qetë edhe më i lumtur në jetën e tij, i ka vendosur këto dispozita. Prandaj, kjo në rënd të parë ka të bëjë me dispozitat e Allahut azza wa jall që i ka vendosur, qoftë ato dispozita të obligueshme ose cilat për shembull disa gjëra të cilat na ka ndaluar Allahu azza wa jall, nga ato na ka ndaluar Allahu azza wa jall dhe ka urdhëruar që të braktisim ato. Prandaj na jemi rob të Allahut azza wa jall që duhet më nështru Allahut azza wa jall. Nganjëherë nuk e dim urtësitë e këtyre dispozitave, po e dim se Allahu është më i mëshirshëm se ne. Allahu azza wa jall është më i mëshirshëm se ne për vetveten tonë, është më i mëshirshëm se edhe baballarët e nënat e tona për neve. Për këtë arsye i ka obligu këto dispozita. Po këtu hyn edhe ana tjetër që ka të bëjë me kaderin e Allahut azza wa jall. E këtu pastaj do të zgjerohemi pak a shumë për me përmend për arsye se njerëz të ndryshëm sot në jetën e kësaj bote i kap ankthi, depresioni, i kap domethënë brenga të ndryshme, pikëllime të ndryshme, mërzi të ndryshme, pse se kanë tentuar me u martu me dikon, ose kanë tentuar me hinë në biznes me dikon, ose në diçka, pas ka mujt, ose ndoshta ka hi në biznes, ka dështu, ose ka ndodhur ndonjë fatkeqësi e caktuar, edhe ai ka menduar se tash çështja tina ka përfunduar. E ky ajet kuranor, domethënë nëse njeriu e merr dhe praktikon jetën e vet, atëherë ka më ndikuar që njeriu me koni qetë. Prandaj s'ka te muslimani vend për brenga të vazhdueshme, se nganjëherë brengu ose pikëllim i rastit që të ndodh ndonjë fatkeqësi, mundet me kon edhe dhimbja me përjetu, njeriu i ndodh me përjetu dhimbjen për shkak të vdekjes të dikujt, për shkak të ndosë humbjes pasurisë. Mirë po, s'do të më kon ajo brengë e vazhdueshme, pikëllim i vazhdueshëm, stres i vazhdueshëm, depresion, me kalon në depresion, me kalon në zhgënjim. Nuk do të më ndodh. Për arsye se njeriu nuk e din hajrin i cili fshihet pas kësaj fatkeqësie. Pas kësaj fatkeqësie që e ka godit njeriu. Në rend të parë do të më këshir njeriu vetën në raport me Allahun azza wa jall. Me këshir se a është mirë në raport me Allahun azza wa jall, a është i nënshtruar ndaj unave të Allahut azza wa jall, a është i bë ato gjunohet. E në qoftë se këtu e vren se për me është duke bë gjunohet, atëherë duhet me këshir vetveten e vet. Me thonë se kjo ndoshta që kjo fatkeqësi që më ka ndodhur, ky dështim në jetë ose diçka, ky pikëllim në zemër që më ka godit, ndoshta është për shkak të gjunohave. Po në anën tjetër, në qoftë se dëshiron, mundet me edhe me shkuar në anën tjetër. Domethënë anën e tjetër të kaderit. Sepse Allah azza wa jall është i cilësuar me el-hikme. Dhe për emrave të tij është el-hakim, është i urti, i cili është i gjithdituri për çështjet. Edhe din se çka është përfundimi i mirë për atë person. Për këtë arsye në jetën e përditshme për shembull, njerëz të ndryshëm, dikujna për shembull i ndodh me hi, në një biznes, ose dëshiron me hi në një biznes, mirë po Allah azza wa jall nuk ja mundson me hi në atë biznes. Pse? Sikur të ishte hi në atë biznes, sikur të kishte fitu pare, sikur të kishte bope i pasanikave. Allah azza wa jall e privan, e stopan, e pengan nga kjo, për arsye se don me rujt prej dunjas, se e din që çaj person sikur të kishte përfitu pasuni, kishte me u bope atyne arrogantve. Njerëzve që e ndin paravarësinë edhe cilë s'ka nevojë për Allahun azza wa jall. Njerëzve të cilët, domethënë, në momentin që ka pare, atëherë kishte me bo gjinat të ndryshme, kishte me bo zina, kishte me pi alkohol, kishte me kon mendje madh, e kështu me radhë për gjinave të ndryshme. Allah azza wa jall nuk e jep atë pasuni, nuk e mundson me hyrë në atë biznes. Ndoshta dikujt Allah azza wa jall dikon e sprovon me vdekjen e fëmijëve.
Ka dikush për shembull një fëmijë edhe e ka pasur atë fëmijë ka vdek. Ka dash shumë, u lidh zemra e tij shumë për atë fëmijë. Ka vdek. Allah Azza wa Jall, ku e din njeriu që Allah Azza wa Jall, do thonë ka bëu atë sebeb atë fëmijë që me i parapri atina në xhennet. Se e din që me veprat e tina nuk mundet ky me arrit xhenetin Allahut Azza wa Jall. Me ato veprat e pakta edhe me gjinohat e shumta s'mundet me arrit xhenetin. Mirë po, ndodh që do thonë bëhet sebeb vdekja një ose dy ose tre fëmijëve me qenë shkak që ai me u fut në xhenet, ata me parapri në xhenet. Përmendet një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte pa një person i cili e kishte një djalë, një fëmijë dhe ai vinte shpesh herë në prehën atij babait të tij. Edhe babai i tij ishte lidh për ta, e donte shumë. Dhe thot, do të thonë kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot a don, thot e du shumë. Mas një kohë nuk e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë person. Thot ku është filoni? Thonë Allah ai fëmijë që lunte me ta, i cili domethënë e donte baba i tij aq shumë, thot vdiq. Atëherë kur e pa mas një kohë, atëherë i tha atina personi, tha çka të ndodhi, tha Allah vdiq. Tha çfarë po ta mendja, a kishte pas ti dëshirë që më të rikthy ky fëmijë edhe me jetu me ta, apo më shumë kishe pas dëshirë që domethënë me gjetë ata duke të hapë dyrët e xhenetit para teje. Do më thonë duke të parapri ty në xhenet. Thotë duke me parapri mu në xhenet. Sepse sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë kthyer çështet e ahiretit i kanë pas parasysh, nuk kanë kthyer çështet e dunjas. Kështu që gjërat e ndryshme që i ndodhen njerëzve, ose për shembull njerëzit e ndryshëm dëshirojnë dikush me u feju me dikon, me u martu me dikon. Edhe ndigjon që është një femër, është e moralshme, është e bukur, është e familjes së mirë. I merr sebepet, po nuk realizohet fejesa. Aja refuzon ose diçka ndodh, nuk realizohet ajo fejes. Edhe thotë që nuk realizu. Do thonë masania nis më zhgënjy, më pikëllu, me kap depresioni, stresi e kështu me radhë. A nuk e din, ky njeri do gjithmonë me paramendu se nuk u kon hajër për ta. Nuk u kon hajër për ta. Pse se ndoshta në fillim të fejesës ose në fillim të martesës kishte me shku martesa mirë. Kishte me shku martesa mirë, domethënë kishte me shku ai muji i mjaltit ose viti i mjaltit, mirë po më vonë do të kishte bëu sebeb ajo martesë që ky me deviju nga rruga e Allahut Azza wa Jall. Ky edhe me pas vujtje të ndryshme për shkak të martesës apo fejesës me atë vajzë. Sepse edhe kur dikush është e bukur edhe masanej mund të kon edhe pak më mendje madhe, edhe masanej me e konsideruat burrin e saj si rob edhe si shërbëtor të saj. Dhe kishte ky me pas vujtje të shumta. Për këtë arsye nuk realizua e martesën me thon elhamdulillah. Allah Azza wa Jalla ka ditë, unë kam fal namaz istihare, e kam lënë çështën në dorë Allahut Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall ka vendosur për mua kështu dhe kjo është më hajër për mua. Se ndoshta ti isha martu, kush e di? Ose kisha me deviju, ose kisha me pas vujtje të ndryshme. Ose për shembull Allah Azza wa Jall dikon ose domethënë çu përmendëm në rastin paraprak, dikujna i jap fëmijët, mirë po i vdesin disa për fëmijëve. Edhe ky tash pikëllohet për ata. Le të kujton rastin e Musait alayhis salam me Khidrin. Mes tjera shpejt, tyna gjërave që i ka bëu Khidri alayhis salam, i cili ishte bazuar në shpallën nga Allah Azza wa Jall, është e ka vrarë djaloshin. Pse e ka vrarë djaloshin? Për arsye se e ka ditë Allah Azza wa Jall dhe pastaj ka shpallë Khidrit alayhis salam, po Musa alayhis salam s'ka pas dije për ta. I ka shpallë që ai sigurisht ishte rrit ai djalosh. Kishte me qenë i cili kishte me i fut në kufër. Kishte me i deviju nga rruga drejt edhe kishte me bo jo musliman ata prindërit e tij. Ndërsa prindërit e tij unë kon njerëz të mirë. Allah Azza wa Jall ka dashur me ia zëvendësu me një tjetër, me një njeri tjetër, me një djalë tjetër. Për këtë arsye ka herë gjejmë njerëz të ndryshëm të cilët në jetën e përditshme thonë e kanë pas djalin edhe shumë i dëgjueshëm, pa Allah Azza wa Jall domethënë më ka marrë e nuk e di tash am lind diçka si i tillë, domethënë që i cili ka më shërby e kështu me radhë. Dashur Allah Azza wa Jall për shkak se ai ka bëu sabër edhe ka thonë atë duan edhe për m'ia kompenzuar Allah Azza wa Jall
më të mirë se sa që domethënë ata që ka pas, që ka dhënë Allah Azza wa Jall, ja çon një djalë ose ja çon një rob, një fëmijë i cili ka më kon pe dietarëve. Ka më kon pe dietarëve, që s'ka më përfitu vetëm familja, po ka më kon përfitu domethënë edhe krejt në varë njerëzimi, krejt ummeti islam. Ose dikush për shembull i cili nuk ka fëmijë. Edhe njëjtin me rastin e Khidrit me Musa alayhis salam. Allah Azza wa Jalla është ai i cili jep. Dikun e jep, dikun e si jep, dikun e jep djem, dikun e jep vajza. Mirë po, ndoshta kishte me qenë dikuj për dikon fëmiu shkak i vujtjeve ose shkak i prishjes së reputacionit. E keni pa ka një herë disa prind, për shembull janë prind mjek ose prind, vaki mund më kon edhe haxhallar. Mirë po, fëmijët e tyre, të cilët u kanë lind, domethënë janë fëmijë të cilët shkojnë drejt haramit, drogirosha ose të ngjashëm me fëmijë harama, e këta ja prishin edhe reputacionin edhe familjes, edhe babës edhe nonës. Edhe baba e nona masanej e ndjejnë vujtjen e tyre për shkak të atyre fëmijëve. Dëshiron Allah Azza wa Jall që dikujt mos më jep, për arsye se e din se sikur të kishte më jep, kishte me qenë shkak i vujtjes ose shkak i prishjes së reputacionit ose çështje të ndryshme. Pra njeriu do të më mendu për Allahun Azza wa Jall gjithmonë me pas mendim të mirë. Edhe nëse dikujt i thuhet, apo don ti që Allahu Azza wa Jall me përzgjedh për ty diçka, apo kishe dash ti që vetëm me përzgjedh, ajo përgjigjja logjike është që unë kisha dash që Allahu më përzgjedh për mua, për këtë arsye edhe jalu ato punët e mia në dorë Allahut Azza wa Jall, ai më përzgjedh për mua çka të don. Se unë nuk e di përfundimin, nuk di pas kësaj çka vjen. Po shumica njerëzve masani nganjëherë disa njerëz edhe kur falin namazin istihare, se në raste të ndryshme për martesë, për fejes, për me him biznes, për çështje të ndryshme, për udhime të ndryshme, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka legjitimuar dhe ka urdhëruar që me fal namazin istihare. Namazin istihare se edhe me kërku masanem ja lën dorë Allahut Azza wa Jall çka të vendos Allahu Azza wa Jall. Mirë, po disa njerëz si në rastin e mëhershëm din që është një femër për shembull e bukur, edhe thotë Allah, unë fal namazin istihare veç caktoma që është më, domethënë çka është më mirë për mua, çka vajzë e bukur më mirë për mua. Ai nuk ka bëj istihare, nuk ka lënë dorë, nuk u mbështet te Allahu Azza wa Jall. Ky person, domethënë në të vërtetë ka përzgjedhur diçka, sikur se po do mi kallëzu Allahu Azza wa Jall se ç'kjo është më mirë për mua. Allah, ç'kjo është më mirë për mua, jam i sigurt. E Allah Azza wa Jall ndoshta e privon edhe me testu që mos me lidh zemrën e tij për atë vajzë, për atë person. Se kjo është shumë e rrezikshme, për shembull, më lidh zemra dikujt për dikon. Mundem me kalu deri në ubudijet e dikujt, domethënë të nënshtrim që edhe me një farlloj adhurimi me bën ndaj personit. Kur të don shumë një person, çfarë thot ai, bën amin. Shko kënena, ble me këto, ja s'bën me shku, s'bën ti me i respektu, ose unë s'ti respektoj prindët tu, ose unë s'ki drejti, domethënë mi ngu babën e nonën tonë, unë çka të them kështu me radhë, domethënë bëhet një farlloj robi ndaj gruas. Dhe Allah Azza wa Jall dëshiron që ndoshta me rujt këtë person, që mos po lidh zemra e tij aq shumë me atë person. Edhe ja e pengon, e privon, nuk ja e jap. Ka njerëz të ndryshëm për shembull që sprovohet me fëmijë, me tmeta. Me fëmijë me tmeta. Edhe këtu ka urtësi. Ka herë mund me ditë, ka herë nuk mund me ditë. Edhe për këtyre urtësive nganjëherë është që Allah Azza wa Jall ndoshta sprovon atë person, me atë fëmijë që është me tmetë në për spitale të ndryshme, në për shkak nëna të mundu me zgjidh ndonjë zgjidhje ose met mendore ose met ndoshta edhe fizike, se Allah Azza wa Jall e din që çaj person, baba ose nona, pat mos të kishte qenë ky fëmijë, kishte më qenë arrogant, mend i madh, i cili ishte kon larg rrugës Allahut Azza wa Jall. E dëshiron që me sprovuar këto, që ky me arrit grada, edhe vazhdimisht me lut Allahun Azza wa Jall. Me koni lidhur me Allahun Azza wa Jall. Me thonë ja Rab, shiroj këto, mundsoja kësine, do të thonë vazhdimisht gjendja tine me kon e lidhur. Edhe kështu janë ata njerëz të cilët janë sprovuar për shembull me sehrë, me mësyshe, nganjëherë, do të thonë përjetojnë raste
të ronda, kemi raste të ronda të njerëzve me sehr, me sy qoftë meshkuj, qoftë femna. Allah Azza wa Jall i sprovon, po për disa njerëz është më hajër. Për disa njerëz është më hajër, se s'kon kërka, asu fal, as kurgjë. Si të sprovon Allah Azza wa Jall me sehr, ose me mësysha, me gjend, e kështu me radhë, domethënë ai afrohet edhe drejt Allahut Azza wa Jall, edhe janis më bëu fetar. E lidh zemrën me Allahun Azza wa Jall. E lidh zemrën me Allahun Azza wa Jall edhe janis, edhe i fal 5 vaktet, po janis edhe me lezu Kur'an, edhe me bëj ibadet shumë. Është një rast që unë e di e tjenë përëndim, një rast i vërtet, ka kështin e rastet shumëta, që nga njëherë njeri ju nuk e din ku është hajri. Dhe me thonë, një anë të regante se e kishte një djallë. Djalli sajna drogirash. Edhe u hi në burg, për shkak drogës. Kanë shti në burg, kanë disa vite. Kër e dalë prej burgut, përsëri u kap me dikën. Edhe përsëri e kanë fut në burg. Po herën e dytë u bo sebeb që ai mu uzu. Interesant, u bo sebeb që ai mu uzu. Sa që kanona e tina pa mbulume, ai djali të i thonë, kur dalë për burgët, ti vazhdimisht duke vizitua nona atë djalin, duke qenë ai në burg, të i thonë kur po mbulohesh, kur dalë atje, vedhni la, alhamdulillah që më ka uzu Allah Azza wa Jall. Pra ka njerëz të ndryshëm, ndoshta ndodh një çështje si futjen e burgut, se diçka i ndodh dikujna, në jetën e përditshme ndonjë sprovë që e kthjell njerin. Për këtë arsye çka të ndodh, pra Allah Azza wa Jall duket një aspektin e jashtëm që është keq. Mirë po, ndoshta e mira vjen pasojna. Edhe kundërta. Nga njëherë një njeri për shembull e blen një kerr 0-0, gjip madh, kështu me radhë, edhe sipas tina është hajër. Nëse s'ka fal namaz istihare, nëse nuk ja ka dorëzu punët e tina, domethënë nëse nuk mbështet te Allah Azza wa Jall, a më thonë ti Allah përgjigj për mua cila është më hajër, a më ble as më ble, do të bëhet sebeb që ai me përfundu në aksident. Do të bëhet sebeb që ato me godit, me syshi, hasedi dhe pastaj edhe me bëu aksident. Nuk dihet aty. Për këtë arsye njeriu gjithmonë duhet me e synu ato që është më hajrit, se nuk e din ti, na nuk e dim cila është më hajër. Edhe në fund kur të fal namazin e istihare, atëherë nëse Allah Azza wa Jall ka vendosur diçka, atëherë nuk do të më pikëllua dhe nuk do të më zemëru, me thonë, Allah, pse s'ndodhe kja? Se që ajo konë për hajër për ty. So bo që ajo punë, nuk konë hajër. Te ki lyp hajërin për Allah Azza wa Jall, nuk konë hajër. Edhe një jetën e përditshme për shembull, po nëse kthehemi, do të thonë, në raste të ndryshme në Kur'an, edhe sunat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjejnë, do të thonë, zbatimin e kësaj rregulle në jetën praktike, në jetën e përditshme. Për shembull, të marrim rastin e Musait alayhis salam, duke qenë ai foshnjë. Nona e tina, Allah Azza wa Jall e ka inspiruar që me hudh det. Çfarë është më thon dikujt na hudhe pasionin tonë më të çmueshme në det, s'kishte më hudh, pse më hudh? Pse më përfundu? E lejmë më thon hudhe fëmijët tonë në det, se zakonisht në det edhe në lumej, domethënë dihet që fundoset, dihet çka bëhet kur e hudh dikush, sidomos një fëmijë që s'din për veten e tina. Atëherë nuk kishte me vepru kësaj saj. Mirë po pasi që Allah Azza wa Jalla ka inspiru, aja ka qenë më hajër. Më hajër për Musajin alayhis salam, për nonën e tina, edhe përfundimi ka qenë më hajër. Më thonë përfundimi ka qenë që ka shpëtu, u rrit në parallatin e faraonit, edhe vetë nona Musajit alayhis salam u kon ajo gjithëndosja. Po ashtu edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, muslimanët s'kan dashur luftë, s'u nis për luftë. Ju nis për me marr karavanin e Abu Sufjanit. Mirë po Allah Azza wa Jall ka vendosur diçka tjetër. Domethënë atë nis, ai karavani ka shpëtu, Allah Azza wa Jall ka dashur me ndodh ajo ngjarje e madhe, e cila është quajtur në Kur'an Yawmul Furqan. Yawmul Furqan, do thonë dita edhe momenti ku Allah Azza wa Jall e ka bë dallimin mes të kotës edhe mes të vërtetës, mes të besimit edhe jo të besimit, mes besimit. Kjo dita, do të thënë e Bedrit, saqë edhe sahabët e tjerë që nuk kanë marrë pjesë në Bedr kishin pas qef me marrë pjesë në Bedr. E ata të cilët kanë marrë pjesë në Bedr kanë pas qef, do të thënë janë gëzuar dhe kanë falendruar Allahun Azza wa Jall që ka marrë
pjesë në Bedër për shkak të shpërblimit të madh që Allah Azza wa Jall i ka përgatitur për këta pjesëmarrësit në Bedër. Dimna, domethënë se njerëzit sahabeve më të mirë janë ata të cilët kanë prezantuar në Bedër. Po edhe në raste të ndryshme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rasti i Salemes. Salemja e martuar për Ebu Selemen, për njerëzit të parë që kanë emigruar në Medinë dhe për muslimanëve, domethënë të devotshëm, kur ka vdekur Ebu Seleme, dihet ai ka praktikuar ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adon Allahumma ujurni fi musibatini hadhihi wa akhlifni khayran minha. Thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe vetëm taj kemi në më këthy, o Zot, më shpërbleh në këtë që më ka goditur, në këtë fatkeqësi dhe më kompenzo më të mirë. Ai ka thonë, kush është më i mirë se sa Ebu Seleme? Ai s'ka paramenduar që dikush tjetër me cilën mundet më martu është më i mirë dhe më i vlefshëm, domethënë që ka vlerat më të mira se sa Ebu Seleme. Mirë, pa Allah Azza wa Jalla kanë kompenzuar për shkak të kësaj doje më të mirë se kjo, e që është martesa e saj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në jetën e përditshme ndodh që një grua për shembull më u divorcu, ose më vdek burri. Edhe e ka qenë shumë mirë me atë burr. Edhe i ka vdek burri. Edhe tash mentaliteti ose mendimi shumë pe aty në grave thotë smuna s'ka me pas njeri më të mirë se ky, smuna me gjetë njeri më të mirë. Kur nuk do të më thonë kështu, nëse thotë që doan, Allah Azza wa Jalla ja kompenzon. E bëhet sebeb ndoshta që më martu me një njeri tjetër, i cili është më i mirë, më i devotshëm, më i dijshëm, i cili është më që respekton atë grua se sa i pari. Pra kur nuk dohet më thonë njeriu që kjo është aja fundit, s'ka më të mirë, ç'ky u kon fëmiu më i mirë, ose dikush për shembull thotë, unë s'muna me paramendu veten tem pa gruan tem, pa çit pasuni, s'muna me paramendu pa nëse Allah Azza wa Jalla më merr këtë pasuni. S'muna me paramendu. Pa kur ti ndodh ajo, duhet gjithmonë më thon, alhamdulillah, Allah më ka dhënë pasunin, Allah më ka dhënë gruan, më ka dhënë fëmin, më ka dhënë ata, edhe pse më kam sprovu, po më testu se ajo më lidh me Allahun Azza wa Jall, po në anën tjetër, do të them kalon besimin, që kjo është çështje më e rëndësishme. Besimi është çështje më e rëndësishme. Rast tjetër pe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rasti i Fatime bint Qais. Fatime bint Qais pe Kurajshve. Do të them pe familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Familje fisnike, familje e njoftun, familje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të them familje në familja më mirë, familja Kureshite, pe fiset pejgamberit alayhis salam dhe Allah Azza wa Jalla ka përzgjedh pe këtij fisi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Janë dy veta dhe e kanë kërkuar dorën e saj. Njëri prej tyre u kon Abu Jahl, kjo kon pasanik. Tjetri kon Muawiya, nuk kon pasanik, po pe familjes mirë. Djali Abu Sufjanit, edhe ky pe Kureshitëve, prej domethënë Umayyive, po pe Kureshitëve, po kon pe familjes së mirë, domethënë fesnik. Ky tjetri kon pasanik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inkihi Usama. Martohu me Usama ibn Zaid. Kush e kon Usama ibn Zaid? Me këshin fizionomi, kjo kon domethënë e bukur, e bardh. Mirë po Usama ibn Zaid u kon ma zeshkan, ma i zi. Aja sikur se me urrejt, mos me pas se më martu. Plus u kon djali i Zaid ibn Haritha, që në atë kohë u konsideru, domethënë rabi lirum. Fillimisht u kon rab, u marr rab, e kanë marr rab, pastaj e ka liru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka liru edhe Khadija. Mirë po djali i robit, me të gjitha parametrat, i bjen që ma mirë më martu ose me pasanikun, ose me fisnikun që ka, domethënë, i përket familjes së mirë. Mirë po çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, martohu me Usamen. Se e ka ditë kush është Usama ibn Zaidi. Usama ibn Zaidi u kon pe atyne që kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pe komandantëve që fillimisht e kishte lënë si komandant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për munis me ushtrinë e tina për një luftë. Edhe Abu Bakr Krima Saleh e ka zbatuar këtë, domethënë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Usama. Në atë kohë Usama ibn Zaidi ka pas vetëm 17 vjet.
17 vjet. Thot, mësani hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam artu Fatima bin Qais dhe Allah azza wa jall ka thënë bereqet, ka dorë shumë dhe njerëzit e kanë marrë lakmi se çfarë martese është ajo. Çfarë martese. Nganjëherë mendon dikush me dikon është më hajër, nuk është më hajër. Bavaki i bash ata që se mendon që është hajër, bavaki është hajër. Nganjëherë, që është përmendi disa pejgamberëve, nganjëherë dikush është provuar me gruan tina. Bavaki, domethënë fol shumë ose ndoshta e respekton, ma nuk e respekton. Mirë, pa Allah azza wa jalla ka thënë fëmijë me ta, domethënë ka shumë fëmijë. Edhe prej ta më diversu persona për shkak se ka fëmijë, mos me prish familjen e kështu, bën sabër. Allahu azza wa jall, thonë këta dietar, ndodh që për shkak të sabrit të këtij me çu bereqet në vlad. Mu bua ata vlad dietar, më duan njerëz të mirë. Domethënë kjo ka herë ndodh kur njeriu bën sabër. Për këtë arsye, thotë ajeti kuranor që citum, sa për këtë femnave, domethënë grave, thotë wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dhe silloni mirë me to. Fa in karihtumuhunna, do dhe jo që me urrejt diçka prej tyne. Edhe ndodh që njeriu me thonë, sa të pëlqej, sa të përmoj. Sa të pëlqej, domethënë veç duke shty. Po në fund vendos me e majt. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Ndodh që ju me urrejt diçka, ndërsa Allah azza wa jalla me vendos hajër të madh aty. Është një rast që ka ndodhur në kohën e Ubejdullah ibn Ziyadit dhe në kohën e vrasjes së Husajnit. Njëri prej atyre komandantëve, të asaj kohe, njeri i njoftun, komandant i njoftun, rrëzohet prej qatis edhe i thënë të dykont. Vjen me pa Abu Qilabe, njëri prej tabinëve. Edhe i thotë, është hajër për ty. Ka thënë, çish është hajër për mua, dykont nuk kanë thënë. Ka thënë ata që kam shef Allah azza wa jall për ty për hajrit, është na që nuk e dim thotë. Mas një kohë, që ky Ubejdullah ibn Ziyad i thirr njerëzit e ndryshëm për me shku me marr pjesë në luftën kundër Husajnit radiallahu anhu. Edhe ky nxirret se thotë, unë ka godit munane me shku në ushtri. Mas 6 ditësh i vjen lajmi se është vrarë Husajni radiallahu anhu. Thotë alhamdulillah që Allah azza wa jall më ka ruajt. Se kisha marr pjesë këtu, më thonë kishte me qenë ndoshta sebeb për me hyrë në zjarr xhenemit se u kon sebeb, më thonë për me vrarë nipjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nganjëherë Allah azza wa jall i ruan njerëzit e ndryshëm, po njëri shkurt pamës nuk i kupton. Ose një shejх Ali Tantawi përmend në aty në disa prej përkujtimeve të tij, thotë se për këtyre ngjarjeve për shembull që njeriu ndodh me nervozu me vetveten e tij dhe po masane e kupton që kon hajër për taj, ajo që ka ndodh. Thotë një person ka hyp në ndodh në jetën e përditshme. Mirë, po kjo përmend si rast të vërtet, thotë një person e ka rezervuar biletën në aeroplanit dhe ka dashur me udhëtu. Kur ka shkuar në aeroport, çfarë ka mbështill punda, ka nxënë gjumja, domethënë nuk e ka mujt me gjetë aeroplanin, aeroplani ka, domethënë është nis. Është nis. Edhe që shkon atje mundohet gjithsesi me hi, po s'munet se aeroplani më është nis. Mas pak minutash vjen lajmi se aeroplani është rrëzuar me 300 pasagerë. E thotë alhamdulillah që Allah azza wa jalla më pas ka ruajt. Po njeriu gjithmonë është i ngushtë. Njeriu kur të beson, të jetë i bindur këtë që këtë ajet kuranor, jo vetëm teoretikisht, po praktikisht, atëherë ka me qenë i qetë. Për këtë arsye gjeni njerëz të ndryshëm, të cilët për shembull baki është fukara. Baki njëri i thjesht që nuk ka farfar pare, po është i qetë. I ndodh diçka thotë alhamdulillah. Ndodh atë tjetrin i cili ka pare shumë, edhe ka të mirat, i cili kur nuk është i qetë edhe gjithmonë frigohet, mos për hu pasonia, mos për kësine. Pse se i pari është i kënaqur me atë caktimin Allah të zërë, i dyti nuk është i kënaqur. I dyti, më thonë, nuk e ka vepru, nuk e ka praktiku ata që jemi të detyruar që me u pajtu me caktimin Allah të zërë. Dhe gjithmonë me qenë njeriu duhet me qenë optimist. Edhe po përfundoj me rastin të cilën ne e dimi të gjithë, mirë pasi për kujtim, është kur Ibrahimi a.s.
Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar Ibrahimin a.s. që Haxherën bashkë me Ismailin a.s. me vendos në Mekë. Atë kohë Mekës o konë shkërtire. Kush ka sot në Mekë, do të thonë veç male, kodra, do të thonë s'ka pas as ujë as kurgjë. Edhe e kalon Ibrahimi a.s. Haxherën. E kalon aty bashkë me djalin e tij Ismailin, sepse Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar. Edhe shikoni se ç'është është tauhidi i asaj gruaje, çfarë tauhidi ka pas ajo gruaje, çfarë njëshmërie të Allahut azza wa jalla, çfarë tawakkulit të madh. Ka thënë Allahu amaraka bi hada. Allahu të ka urdhëruar kështu, ka thënë po, atëra idhan lan yudayyana Allah. Allahu nuk ka mëna humb asnjëherë. Do thonë e dihet rasti i Haxherës. U bë sebeb që do thonë me buru ujë Zemzemit, edhe njerëzit masanej me ardhë Mekë dhe mu populluaj vend edhe mu bosët kible e besimtarve që njerëzit do thonë të gjithë na jemi të detyruar me u drejtu drejt kibles, po edhe kur shkon atje do thonë e nin një kënaqësi tjetër edhe kiçaf gjithmonë me shku në atë vend. Pse? Për arsye se në aspektin e jashtëm, në aspektin me parametra do të thonë kësaj dunjaje i bën që me lon grun, me lon fëmin e përsa lindër në një vend pa ujë, pa buk, pa kurgjë, buk veç sa më mjaftu në një periudhë caktuar, edhe me lon e bën sikurse po do me myç ato. Mirë po, pasojna, do thonë ka pas një diçka tjetër, që Allah Azza wa Jall i ka shpall Ibrahimit alayhis salam, ka dosh diçka tjetër edhe ajo gruaja e tina, pra Haxhera alayhis salam, u kon njësuese e fortë në Allah Azza wa Jall, që kon mutawakkil ala Allah. Do thonë se nëse ka urdhëruar Allah Azza wa Jalla, atëherë kur s'ka më na humb Allah Azza wa Jalla, ne i mbështetun Allah Azza wa Jalla edhe do thonë dihet rasti i Ibrahimit alayhis salam. Kemi raste të ndryshme nga edhe jeta e pejgamberit alayhis salam, jeta e sahabëve të pejgamberit alayhis salam, edhe masanej edhe në jetën e përditshme, mirë po qëllimi është me të treguar se ai i cili e praktikon këtë rregull kuranor, i cili është përmendur në dy ajete kuranore, ai ka me pas zemrën e tij të qetë. Ai ka me qenë i qetë edhe s'ka me pas stres, s'ka me pas angth, as depresion, e as breng të vazhdueshme. Në thamë është e natyrshme me pas ndonjë breng të rastit, ose një stres të qastit, ose ndonjë pikëllim për shkak të ndonjë fatkeqësie, është e natyrshme, mirë po s'duhet me vazhdu kjo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.